miq të Bardhazis, ja te ka nisur Bardhazia dhe në këto të premte të nxehtë të korrikut, sepse ne do të jemi përgjatë gjithë korrikut me ju dhe me më të mirat tona në gusht. Bardhazia është si ajo tryela që shpërthen, është ajo tapa, që prit se çfarë do të nxjerr brenda. Po, ne nuk e thyejm tapën, pa. Se ka sa që e prishin tapën. Mirë, shkojmë në pse. Po. Cila të dhem më shumë? Lindja e fëmijës apo një shkelm të ai vendi burrit? Dhimbja e fëmijës. Ja ke gabim. Pse? Po të ke dëgjuar në një burr që pasi ta ketë ngrënë një herë shkelmin thotë dua ta hap prap? Si qeka kjo gjëja. Lidhjet në distancë Erion janë gjithmonë të bukura. Ke të drejtë, të tre jetojnë të lumtur. Po pra, se nuk e njohin njëri tjetrin. Doktori yti i ardhshëm Erion po përdor inteligjencën artificiale për të marrë provimet. E dihet ti këtë? Kështu që përgatit veten, ha mirë dhe bëj stërvitje, se ëngre. Dihet që vrasja është krim, prandaj unë nuk e vras fare mendjen për ty. Fare. Mos bëj krime. Sa fustan të bukur që ke? Do ma heqesh apo ta heq vet? Pse, a thua do më shkoj mua? A është e vërtet që femrat që i trajtojnë burrat si kartë krediti fitojnë, ndërsa femrat që i trajtojnë burrat me dashuri në fund përfundojnë ke psikologu? Kjo është ajo që ndodh. Kam gjithë kohën që flirtoj me ty. Flirton ti, po më shkruan një herë në 3 ditë dhe kur të shkruaj unë, bezdisesh nga përgjigja ime. E po ashtu e kam stilin e flirtimit. Një herë në 3 ditë, Po. E po hik atëre flirto me në një psikologe, të të kuptoj stilin e flirtimit. A mund të dalim bashk? Po, ore. A do mërzitet i dashurit nga kjo? Nuk kam të dashur. Po i burri që ke në fotokushësh? I është burri, ma, burri. A i burri? Gjyshi tani e 70 vjeç dhe ti prapi thua gjyshes bukuroshe, ëmbëlsira, kuklla ime. Cili është stili juaj? Çfarë stili keti gjyshi? Po qa stili moj bie e gjyshit? Para 5 vjetësh që harrova emrin gjyshes, edhe tani kam frikë ta pyes. Dhe gjyshe natyrisht nuk e di këtë. Them një emër kështu në përgjithësi. Kur të moshuarit të thonë, shijo sa je i ri, nuk e kanë fjalën për fëmijët, po e kanë fjalët për gjunjët, për këllqet. Bëj sa ke këllqet forta se, Nëse nuk e këllqet të forta, ka një zgjidhje shumë të mirë. Natyrisht. Nëse të dhëmbi gjunjët, pi ujë lajthiza. Magnezium i gjallë. Mirë, gëzuar me lajthiza, sepse këto ditë të nxehta korriku natyrisht meritojnë ujin më të mirë në tryezët e shqiptarëve që është uji lajthiza. Karta Jupej është zgjedhja ideale për çdo blerje brenda dhe jashtë vendit, pa komisione, e sigurt dhe super e thjeshtë për të përdorur. Mos prit, merr falas Jupej Mastercard menjëherë. Apliko tani në aplikacion dhe të vjen me post menjëherë në shtëpi. Karta Jupej u tha, u bë. Qa na kanë ngelur nga bukurit tona që i themi publikut? Dorelani! Dorelani ka një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin. Super cilësi, super çmime, super garanci. E po tani. Dhe për ata që si pëlqejnë natyrisht, malli garantohen dhe lekët kthehen mbrapsh. Mirë, jo shkojmë në pse. Po. Di e shkova? Di e shkova për një intervistë pune dhe bosi i kompanisë më tha, mere këtë laptopin dhe ma shit. E unë qa bëra? I ta marrë laptopin e i ka në shtëpi. Kur tak më mori në telefon bosi i kompanisë. Ma sill laptopin urgjentisht tek zyra. Sta sill pos më dhe 300 euro. Se më kaq pak, kushton laptopi shefit me gjithë informacionin? A dojë të ta shisja, ta shita? A besojnë të Erion ke jeta pas vdekjes? Jo, s'ka prova për këtë. Unë them se ka. Dje, ti ike për të shkuar ke varrimi Xhaxhait. Por Xhaxhai jote erdhi të kërkon të puna, more. Ç'është kjo jetë pas vdekjes? Një gënjeshtër e vockël.
Njëherë, babi më tha, dëgjo këtu, po të tha gruaja, dua të bëj një pyetje, po të mos më gënjesh. Dije se ajo ka 19 screenshote, 7 dëshmitar, madje dhe zoti veti ka dalë në ëndër dhe e kanë konfirmuar, prandaj ki kujdes, mos gënje. Nëse takon një grua që të kërkon ndjes që pranon se e ka gabim, që ndryshon sjellje, largohu me një herë. Mund të jetë një burr, sepse gratë nuk bën gjëra tilla. Thot gruaja ke të drejtë, po s'kush s'ka ndodhur në botë. Gruaja hyn në kuzhinë dhe shikon burrin me vrasjen e mizave në dorë. Dhe i thot, "Ore, çfarë po bën ashtu?" Po vras miza. Po sa ke vrarë deri tani? 3 mëshkuj e 2 fëmra. E ku i peti mor që ishin meshkuj dhe femra? Meshkujt ishin te kanaçe birës, femrat e telefoni. O ma, Biri mamit. të dua shumë, o ma. Ik se nuk kam lek të keqen mami, po ik tani. Është bërë dashuria me lek. O teta, qa ke aty te barku? Është bebja ime këtu. E do shumë ti? Po. Po kur e do, pse e ke ngrënë? O zemër, cila nga frutat nuk ka fara? Bananja. E shikon si e nje majmuni ushqimin e vetë. Ups. Kur dëgjoj hinin e falmurit, më kap trimëria dhe vete dhe rav lajnë. Fut me grësht. O katundar, thuaj në anglisht, kali vrapon dhe bie në ujë. Horse, rababam, lash pluq. Tu eres mi vida. Tu eres mi cachavida. Pash në ëndër një qofer që unë dalë ke vijat e bardha. Nuk ishte në ëndër, jo, ishte tamam. Ora, du kështu dua të themu. Mirë, ha. Pash në ëndër një shofer që unë dalë ke vizat e bardha dhe ju tha të gjithë kalimtarve, kaloni. Aq shumë u habita sa u zgjova dhe i shkova atje ke dritarja shoferit. Where are you from? Where are you from? Normali, jashtë ka qenë. Cili është ligji i Paskalit? Mos qëndroni pra pakalit se ta jep lulet ballit. Studimet tregojnë se po të pish një gotë verë për para gjumit e ke vështirë të flesh. Kanë të dritë. Është shumë e vështirë, prandaj pi një shishe të tërë. Që të zëtë top. Ka shumë para sa shpenzon për make-up, do kishe bler një Lamborghini. Po tishe nuk vë fare make-up, ku e ke Lamborghinin, mërë? Na përshkruaj pak Erion, si është të jetosh në rrugë? Të jetosh në rrugë shumë mirë, po si ti është të jetosh me rrogë? Me rrogë në rrugë? Me rrogë në rrugë. Po. Rroga është si periodat. Vjen njërë në muaj, zgjat vetëm 7 ditë, dhe provo të ndaloj njërë, pasaj të kapi të meri për parë. Mirë. Kjo ishte psepseja. Sepse dhe kalojmë në Vënçe. Në Vënçe, ku do të flasim për një temë që ka të bëjë shumë me biznesin, dhe biznesi është leitmotivi këtij 3 vjeçari, do të bëhet gati për NBE, por a është i updateuar biznesi me teknologjinë? Çfarë lidhje ka teknologjia me biznesin? Ai thot mirëmëngjes, ai thot mirëmbrëma, apo i ka thënë lam tu mirë? Pas pak në Vënçe.